Selam aleikum hoxh. Pse nuk mund të lidhem me Zotin si më parë? A më jep një këshill? Wa aleikum selam wa rahmetullah. Allahu i lartësuar thot në surën El Ankabut, në ajetin e fundit të kësaj sureje, e ata të cilët përpiqen për çështjen tonë, sigurisht ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Ajo që kërkohet prej çdo njërit, pra prej nesh, është që të përpiqemi, t'i zbatojmë urdhrat e Zotit gjithësisë, t'jemi korrekt me namazet, të ndalemi prej harameve, të bëjmë sa më shumë vepra të mira. Pra, je korrekt me namazin. Aty në sejdë, përgjërohu Allahut të lartësuar, lutet madhin Zot. Mundohu që vazhdimisht me përmend Zotin e gjithësisë. Dhe me lejen e Allahut të lartësuar, do ta ndjesh ëmbëlsinë e besimit në zemrën tënde më shumë se sa më parë. Allahu të rujtë.